me detyru një president që Vladimir Putinin për me ngrit flamurin e Kosovës, me të vërtet është histori. Dritane, ke edhe një pyetje nga opinionisti Arsim Jashari? Përshëndetje, Dritan, unë të përgëzoj për punën, ti ki shumë talenta, po mas talenta është disciplina, pa disciplina dhe talenti shuhet. Edhe unë pe studios ma të djekun këto, kësha thonë që ju e një pastori komtare për neve për Kosovën, për atë që keni bo, me detyru një president që Vladimir Putinin për me ngrit flamurin e Kosovës, me të vërtet është histori. Edhe unë kësha ndryshu ligjin me legjë veçan, ju kësha dekoru me diçka ma të lartën që ekziston në Kosovë, domon ju kësha bo pastori komtare të paprekshëm. Sinqerisht përgëzoj kryetrajner, e keni një buni punë jashtëzakonshme, ju kemi përcjell, edhe po kallëzoni rezultate. Kisha pas dëshirë me ardhur edhe për sporte të tjera pak më avon që mentalitetin e fitores edhe të kontinuitetit vazhdimësisë, se me të vërtetë e meriton çdo lavdot. Të përgëzoj për punën, edhe të falenderoj që na ke bëu krenor neve si shtet të ri që jemi si Kosova. Shumë falenderit, shkënaqësi me marë lavdata prej njerëzve të sportit, prej kolegëve, edhe kisha pas shumë dëshirë që normalisht sportet individuale dhe kolektive në atë metodologjinë e punës kanë shumë dallime normalisht, mirë po në atë anën psikologjike janë kogja të parafërta, edhe unë me dëshirën më të madhe kisha pas shef me na mbledh dikush, ndoshta ministria, ndoshta komiteti olimpik, edhe me shkëmby ato eksperiencat tona të ndryshme që i kemi, sepse unë po mendoj që Kosova ka potencial jashtëzakonisht madh të fëmijëve, edhe po tregohet që fëmijët tanë me përkujdesje edhe me një leadership të mirë edhe me trenera të mirë din me i prek majat botërore. Kështu që me kënaqësinë më të madhe kisha pas dëshirë që diçka e tillë, një konferencë e trenerave të bëhet e përveçme në mënyrë që të kemi mundësi të diskutojmë së bashku edhe fëmijët tanë të shohim gjithmonë në pjedestalet më të larta sportive. Arsimi, dashti me thonë që në futboll kena mungesë të rezultateve trajnerëve, me ardhe ka futbolli. Kështu kuptova Arsim? Ja, aspekti mentalitetit dhe aspekti disiplinës edhe i vazhdimësisë është shumë themelor se qëre edhe futbollera ki shumë talenta, po nëse s'ka disiplinë ai zhduket me kohën. E trajneri e ka që të mirë që domon e ka disiplinën primare, për profesionalizëm mos flasmi, domon është i njohur ndërkombëtarisht, unë e përcjell i gjutën se na ka bërë krenar kreve, edhe vi pe krajt luftës, kështu që luftën e duhet, domthon, lufta individuale, kështu që të përgëzoj kryetrajner, sinqerisht na ke bërë krenar të gjithëve. A ban me pyetje shka? Po. Faleminderit. Edhe një pyetje nga profesor Feta Veleu. Përshëndetje Driton, urime për suksesin arritur për Dritstrin, edhe për punën kolosale që keni bo me judistët kosovar. Do thotë kështu u tha, ju jeni emblema, ambasadorët më të mirë të afirmimit sportit edhe shtetit Kosovës.